Ish komandanti i brigadës së zjarfekësve në Prishtinë, Latif Zeka, ka bërë apel për kujdes të shtuar nga qytetarët, sidomos gjatë periudhës ku rreziku për zjarre është më i lartë. Zeka në emisionin Ora 7 në Klan Kosova ka thënë se shpeshherë zjarret shkaktohen nga pakujdesia e qytetarëve, edhe pse në shumicën e rasteve nuk ka qëllim për të shkaktuar dëme. Sipas tij, për zjarfekësit sfida më e madhe paraqitet gjatë intervenimeve në ambiente të mbyllura si banesa dhe depo, ku rreziku është më i madh për shkak të pasigurisë se me çfarë mund të përballen ekipet. Persona ende të paidentifikuar kanë vjedhur pjesë të një trafoje në fshatin Shkoz të Prizrenit. Një qytetar ka raportuar se nga trafoja e kompanisë së tij janë marrë disa pjesë duke shkaktuar jo vetëm ndërprerje me furnizim me energji elektrike, por edhe dëme materiale. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e rastit. Flasim në vazhdim për kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku, i cili mbrëm ka njoftuar se zhvillimet e fundit brenda subjektit që e drejton e detyrojnë atë të tërhiqet përkohësisht nga procesi i negociatave politike për formimin e institucioneve të reja në vend. Plot 207 delegatë të tjerë nuk janë bërë pjesë e kësaj nisme.